Kom nis me pa çka do me thonë, mos me vesh një tesh firm. Shken. Hajde, apo bojna gara unë tje jo. Unë të ngu këto, tash unë duna me moj qatëren. Aja, moj. Do me thonë edhe të pytë, Se do ashta njerë me thonë, a diqka unë e pendrej për të regoj që më ka një nip një të knaqa me ta, po jo. Okej. Po du, s'pë dija ka me zgata, ka me shkurtu për ta shoft ashtë. Unë që 15 vjetë, 22 vjetë kër i kom pas, që e kom qelë qendrën, të punu me njerëz. Po. Do me thonë, për mu në fillim, babi jem ma patlonë gjithmonë të kur të thike mishteria nderë. Gjithmonë të ke ti dush me prit, krejt problemin pas dhe me prit të kesh, dush me bo muhabet, dhe kisaj kur të nderë të ke i ka 2 tulla në kry. Kur ti kesh, ati i hekën tullat prej krejs. Edhe tashtëre, gjithmonë, se dhe kom punu shumë ata kur e më kone vogël, prej 12 vjetë që punoja, para më nde, shumë e vogël. Edhe tasht, të full me njerëz, të full me, do me thonë, të i prit klientat, po edhe të i bo edhe shoqe, mande edhe shoshni, gjatë gjithë kohës, unë është dash më konë shkenda e mirë. Shkenda që pagun, shkenda që i thirë në parti i kryen krejt shpenzimet, shkenda që i mledh krejt, shkenda që do me thonë, shkoni përshim edhe javë pagun. Atin, do me thonë... Po, gjitha që i kërën shkenda. Krejt shkenda, se shkenda do me konë qike mirë. Shkenda e sinqert. Kështu ka thonë papi? Po, ati shkenda e sinqerta, po. Kështu ka thonë papi? Do me thonë, gjithmonë e sinqert. Po. Gjithmonë, do me thonë, gjithmonë njejt. Për një moment u dorëzova. Edhe, që ajo konë kthesa jam, kur e kuptova, sepse na gjithmonë kena një këtu, qka kemi një në Kosovë, kemi një për shembull, më shku të një psikolog, që përthojnë, ose më shku të hoxha, ose më shku në gjami, ose dikon, ose për shembull me fitu fatbartësinë e fesë. Fatbartësinë e fesë e kemi krejt. Dikush e praktikon, dikush jo. Edhe unë e pata shumë fatin që e takova një grua, që s'po e përmeni me emër, që jeton në Ulqen. Nuk bënë me përmendë? Jo, s'po e përmendi jamën. Okej, po e përmendi, një grua është e takova Angjelën. Kitë rasisht para 4 viteve. Edhe Angjela më mund, po du me ndonë, me mu e ki nda. E me shikusit po më vjen mirë, do me thonë që po e ndonë. Edhe për shembull, nuk e di pse energjia e saj qa që pas të mboni me besu, sepse unë e fillua mos mi besu ma njerëzve, sepse qata njerëz, s'po thoma këshin këthy shpinën, po në për ta isha kon huti. Jo me pas në herë nevoj për ta. Adin, tu i rrit, tu i bo me puna, tu i bo me gjithë shka, edhe ti e din për krejt. Edhe tasht, kjo, kur une edhe, kur e takova Angjelën, më shtiri në rulle dhe më tha kaj. Unë s'disha me kajt, dhe me thonë se s'm ka me kajt, edhe tasht ma bone esancët e veta dhe nisa une me kuptu që krejt problemet, ndikimet, bëshllëket, krejt gjanat, i kin emocionet tua që tu kanë mshef, edhe ti asnjëherë nuk i ke nxerë emocionet tua. Më thonë, kthesa e më konë, kur e kom fillu me punu me vetën, kom fillu me lexu, nashta muna me thonë që i kom lexu, nashta përmi 300 libra, që as në shkollë si kom lexu, sa kom lexu gjatë saj kohë. Për zhvillim personal kom nis me punu, kom nis me pa çka do me thonë vetdia, kom nis me pa çka do me thonë mos me vesh një tesh firm, se s'dvyn. Unë e kam mundësi. A kupton, do me thonë, pse? Sepse unë shkojsha, nashta blejsha gjana, se po flasmi përsa e materiali, se nashta shumë e olt me fol, po blejsha qash shumë gjana që trajta, sa që thësha, hej, asti herë bëshllëku jem nuk mu i ke mu përmbush, sepse gjatë gjithë kohës emocione, lëvizje emocionale, dhe me thonë pse une, që hej, une ja bona të mire, ku mu ma kthej me të kesh, dhe me thonë si sen, edhe veç kure ku më kuptune që... Hajde, drune. Okej, më stani se une po du me mgu. U kry! Okej, du me mgu, krejt! Une pse ndoshta kom di krejt historinë, po, ndoshta, okej, po. E për ata dhe me thonë që shkova për me marrë ndonjë dru për shkak që mos këna u boftov. Më falë, shken, më falë shumë. Edhe tani kur e kuptova që, hej, ti nuk i rëndësi qëfar keri vëzit, nuk ka rëndësi qëfar teshe vesh.
O isha shumë e lumtur edhe kur isha në Zara, vëdim. Tash jam shumë e lumtur edhe kudo që shkoj. Po lumturinë nuk e marr as prej teja, sepse lumturia për juve mu më çon kënaqësi në menet me juve. Po nuk zgat shumë se ti shkon shpitonde. Edhe unë thjesht sot muna mu deklaru që unë jam Shkenda Dubova, një person që ka harmoni edhe paqe edhe lumturi në vetën e vet. Edhe kuptohet gjithmonë, krejt këtë mrekulli, unë mendoj që e ka meritën Krijuesi, Zoti. Se ka shtijem ka lakue në për rruga atje këto ajdo për me arsët në shta ku jam. Që muna me thonën një mesazh në këtë rast që okej, është mirë mi taku edhe njerin e keq. Edhe mos mirë njosin, sepse në këtë jetë, çka keme taku në këtë jetë, në qofë se sot, pse ti e shoku jam që 15 vjetë? Se unë jam mirë njosi për ty, ti e mirë njosi për mu, kështu që mirë njoja, do me kuptu që shumë pak njerës në këtë jetë kanë mi odon mirë njoje. Une nuk jam fix, une nuk jam fjallë popullore, nuk jam nëzër për mirë njojen. Mirë po mirë njoja të bën njerit madhë. Thjeshtësia të bën njerit madhë. Mendje madhësia të regon që je bullshit, je pasigur në vetë vetën tonde. Kështu që kjo është mesazhi, Bravo, motivus shumë, bravo.